Ju themi dhe njëherë mirë mëngjes, ju përshëndesim nga Këndi Kuzhinës, mirë se të gjej zonja Vjollca. Mirë mëngjes, Niki, mirë se ju gjeta, mirë se erdhe, mirë mëngjes, Anvisa, po. Sot në guidën tonë të shijeve dhe të kuzhinave ndërkombëtare, do të ndalemi në kuzhinën spanjolle. E thot zonja Vjollca dhe ka zgjedhur një recetë tradicionale spanjolle. Shiko, tek recetat spanjolle harmonizohet shumë mirë kuzhina popullore me atë kombinimin e kuzhinës aristokrate. Ne vërtet kemi prur qofte, po qoftet kanë një element, gjithmonë flasim për qoftet spanjolle, kanë një element që tregojnë pikërisht këtë harmonizimin e këtyre dy kuzhinave. Po, megjithse në kuzhinën spanjolle ka lënë gjurmë dhe arabët, mbasi 800 vjet, ato kanë qenë në ndikimin e arabëve. Ata futën fuqishëm erzat, futën orizin, futën dhe portokallin. Dhe akoma vazhdojnë që në brava. Akoma vazhdojnë në repertorin e tyre, vazhdojnë përsëri këto gjurmë, si që the ti, Miki, si që ka lënë Turqia tek ne, arabët kanë lënë tek spanjollët. Dhe unë sot kam zgjedhur pikërisht një recet ku harmonizohet pikërisht kuzhina popullore me atë aristokrate. Pra do të sill disa qofte, por që qoftet në kombinimin e tyre kanë dhe bajamet. Ne nuk i kemi ngrënë ndonjëherë me bajame, sot do t'i provojmë kështu. Dhe kam prur për ëmbëlsirë një frut që është shumë i shëndetshëm, sidomos në këtë stinë, thash gjithmonë dhe kjo është në traditën spanjolle, mollë të mbushura me, ne i themi sultjash, por në recetën e sotshme nuk është sultjash, se raporti i qumshit me orizin është pak si, e kam lënë dhe një për konkretizim, po, ja, marrim një mollë dhe e gryejmë mollën nga brenda në këtë formë, e heqim komplet tullin brenda dhe do të lëm këtu një mur me sipërfaqe 0,5 mm. Të gjithë hapësirën e mollës ne do ta mbushim, por para se ta mbushim kemi lyer tavën me gjallë dhe do ta spërkasim mollën me verë të bardhë dhe me sherbet. Unë po vazhdoj tani këtë proces. Ndërkohë vazhdojmë me procesin të spërkatësh të dyja dhe pastaj për të nisur recetën e parë, e kuptova, i ke bërë me zgavra të gjitha, por si gjithmonë ne udhëtojmë për të zbuluar diçka më shumë nga arti kulinar spanjoll, ne kemi një material për ta ndjekur së bashku edhe rikthehemi për të nisur recetën, një material mbi kuzhinën spanjolle. Kuzhinat e ndryshme në vende të ndryshme kanë një ndikim dhe nga kulturat të tjera. Kjo është veçanërisht tipike në kuzhinën spanjolle. Por pavarësisht kësaj, Spanja ka të zhvilluar dhe një kuzhinë që është thuajse unike. Pozita gjeografike e saj e favorizon këtë vend për të pasur një ndikim mesdhetar për sa i takon ushqimit. Çdo rajon i Spanjës ka shtuar variacione të reja përposa atyre që janë pjesë e kulturave të tjera. Perimet dhe mishi janë produkte të konsumuara më së shumti. Për shkak të pozitës gjeografike, peshku dhe prodhimet e detit janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme në këtë kuzhinë. Grekët, romakët, patën një ndikim të konsiderueshëm. Kulturat të tjera që kanë kontribuar në kuzhinën spanjolle janë ato hebreje dhe kultura kartagjenase. Por ata që lajnë gjurmë për sa i takon ndikimit të tyre në kuzhinën spanjolle, mbeten maurët. Ata sollën shumë prej frutave veçanërisht. Përzierja e tyre me arrat, peshkun dhe mishin dhan receta të jetës shishme. Maurët sollën në Spanjë gjithashtu shafranin dhe kanellën. Supa e ftohtë pikante gjithashtu ndikim nga maurët. Domatet, çokolata, vanilja, llojet e ndryshme të fasuleve dhe patatet konsiderohen themelore për kuzhinën spanjolle. Historia e ushqimit në Spanjë mund të jetë një nga kuzhinat më të larmishme dhe interesante në botë. Edhe sot, kjo lloj kuzhine është ende në zhvillim dhe vazhdon të jetë një nga promovueset e një diete të shëndetshme mesdhetare. Në këtë histori të gjatë të gastronomisë,
romakët kontribuan me vajin e ullirit dhe verën. Rikthehemi në fakt për të gjithë fanatikët e ushqimit, udhëtimi është gjëja kryesore për të provuar gjithçka atë pjatën tradicionale të vendeve të cilat i preferojmë, jo vetëm për kulturën e tyre, por edhe për gastronominë, për artin kulinar. Ne sot kemi zgjedhur një recetë të cilën zonja Vjollca do të më e shpjegoj tashmë, fillimisht me përbërësit, edhe më pas të nisim ta aplikojmë. Tani unë t'i vendos pak këto në furrë? Po sigurisht, i kemi lyer. Po, i kemi lyer, këtë kam lënë zbuluar. Vendose në furrë, kjo këtu në temperaturën 200 gradë. Pra, i gryva mollët, leva tavën me pak gjallë, i spërkata mollët me verë të bardhë dhe me një qik sherbet, një xhezve sherbet është e mjaftueshme, dhe këtu 2 orë përpara, ta shpjegojmë, 2 orë përpara unë kam vendosur 125 gram oriz në 500 ml qumësh. I kam lënë 2 orë që ato të zbuten dhe më pas i kam vendosur në zjarr. Do të hedh këtu vetëm sheqerin dhe do t'i lë përsëri në zjarr derisa sheqeri të shkrijë. Edhe pak më vonë, mbas një 10 minutash, 15 minutash, do t'i nxjerr mollët nga zjarri dhe do t'i mbush me orizin që kam përgatitur me qumësh. Do t'i vendos në furrë duke i spërkatur sipër me kanellë dhe me sheqer pluhur. Kjo ishte pjesa e recetës së parë. Tavë me mollë dhe sukljashit, ta themi në gjuhën tonë. Jo, janë mollë të mbushura me oriz dhe qumësh. Oriz dhe qumësh baraz? Sultjash. Por thash që raporti i sultjashit tek ne është 50 gram miell me, 50 gram oriz me 1000 ml. është pak më i lëngshëm ta themi kështu. Më i lëngshëm. Kurse këtu është një raport shumë i thellë, është pak më tepër. Tani vazhdojmë. Si recetën kryesore tani? Do të bëjmë qofte me bajame. Qoftet me bajame kanë përbërës 200 gram ose 250 gram mish viçi të grirë që unë e kam siguruar tek EHV-ja, siç e shikoni, duket që nga ngjyra që është një mish i mrekullueshëm. Na nevojitet mish derri i grirë, por unë mishin e derrit do ta gri direkt që ju ta shikoni. Mora çfarë mora? Mora biftek tek EHV-ja, të freskët, ose mund të merrni edhe bërzolla, hiqni pjesën e kockës, ato janë të marinuara shkëlqyshëm dhe do t'i gri këtu. Kemi grirë bajamet, që na duheshin të grira, kemi grirë edhe mishin që kisha unë bërzollë të rjepur nga kockat, mishin e derrit. Dhe ndërkohë do të filloj t'i bashkoj të gjithë përbërësit në një tas të vetëm. Pra, këtu kam mishin e viçit të grirë, tek EHV-ja mund t'a gjeni këtë, të freskët dhe të mrekullueshëm, bashkë me një kokër qep të vogël të grirë. I vendos në një tas. Ndërkohë po gri dhe këtë do pjesën të hedhim tjetër? mishin e derit 160 gram të grirë. I hoqëm dhe këtë. Do të hedhim pak krip. Pak piper të zi. Po, këtu hidhe. Të gjithë përbërësit i bashkojmë bashk. Faleminderit, Niki. Do të hedhim dhe 60 gram bukë të thërmuar. Tani, kemi dhe një përbërës tjetër. Kemi 2 kokra vezë. Do t'i rrahim. Pra 3 lloje mishrash, Po, bukën, vezët. dhe do t'i punojmë me dorë. Ndërkohë, në një tigan, do të hedhim pak vaj ulliri, madje spanjollët, Po, kuzhina spanjolle përdor më shumë vaj nga gjithë Evropa qendrore dhe perëndimore. Do thot ndonjëri nga ju që vaj ullirit nuk bën për skuqe. Unë këtë e di, kam qartë, por ne qoftet nuk do t'i skuqim. Prandaj dhe unë kam zgjedhur këtë recetë që këtu qoftet nuk do të skuqen. Vetëm do të zjehen së bashku me bizelet në një kohë më të vonshme. Atëherë do të hedhim këtu qepën. Do ta lëm qepën derisa ajo të filloj të zverdhet pak. Do të shtojmë domaten në një kohë më të vonshme dhe këtu tani
do të fillojmë të punojmë me dorë brumin e qofteve. Zakonisht ne kemi përdorur 500 gram mish, kur kemi bërë qoftet tona, por duke i mbledhur gramaturën e mishit të derit, të proshutës dhe 200 gramshin e mishit të viçit, besoj se shkon fix 500 gram. Ja, qoftet këtu janë gati dhe kemi vetëm një përbërës. Kemi tani bajamet, ku unë do të nxjerr një tas pak më të madh, një pjatë, do të hedhim bajamet aty. Dhe me ndihmën e një luge, do të marrë këtu brum nga qoftet, jo sa një arë, do t'i bëjmë pak më të mëdha, sa një top golfi, mund t'i bëjmë, ose ja ka që është e mjaftueshme, do t'i kaloj në për bajame, do t'i ngjesh mirë këtë pjesën e bajameve, dhe do t'i lë këtu gati për t'i vendosur në një kohë më të vonshme. Të lutem. Të zverdhet, bjehet edhe nga... Po, me njëherë, mbas qepës, ne do të hedhim domatet. Dhe kryet një si salcë bashkë me... Bravo, do të bëhet një si salcë, gjithmonë kur ti asnjëherë ne nuk i kemi bërë qoftet me bajame. E pra, këtu është ai momenti që thash harmonizohet pra, ose gërshetohet tradita popullore me... moderne, aristokratja është pak më e vjetër se modernja, shumë më e vjetër, dhe bashkojnë së bashku dhe do të na japin një element të ri. Dhe receta që kam prur sot është e re për juve. Do ta shijojmë së bashku, mendoj që do të jetë diçka tetë e shishme. Po, spanjollët kanë edhe një pije shumë popullore, zonja Vjollë, se sangrien, sangria. Kemi bërë në sangrien. Sangria është me... Bëhet me verë, me fruta, verë, me fruta, po. Me copa akulli brenda, më varet, kemi sangri të kuqe, sangri të bardhë, kemi dhe me verë të bardhë dhe me verë të kuqe, ne me verë të kuqe kemi bërë. Me verë të bardhë ta bëjmë tani në një kohë tjetër, ta bëjmë bashkë të dyja. Po, sigurisht të provojmë një pije tjetër. Shumë bukur. Tani do të hedhim ose një domate të madhe, të grirë, ose një domate të vogël. Nuk duhet shumë salcë, do më thënë shumë ngjyrë kuqe. Tani, por sa domatja të filloj të shpërbëhet, ne do të hedhim aty 1.000 mililitra ujë, 1 litër ujë. Të ngrohtë. Sigurisht të ngrohtë, e kam bërë gati. Do ta vendosim dhe do të fillojnë të zjej domatja me qepën. Në momentin që do filloj të zjej pak për disa minuta, ne aty do të hedhim bizelet dhe më pas do të hedhim të gjitha qoftet të zjejnë së bashku. Dhe do t'i lëmë 15-20 minuta, duhet pa tjetër, dhe do t'i servirim. Kaq ishte receta e parë. Ndërkohë kemi bërë edhe, kemi bërë gjysmën e recetës së dytë. Po, recetën e dytë, të mbushur me orisë dhe qumësht. Sigurisht na kam mbetur momenti vetëm për të mbushur mollët dhe për t'i pudrosur me sheqer pluhur edhe me kanellë. Dhe ato do të vendosen përsëri në furrë derisa qumshti me orizin të jenë në një ngjyrë pak si të verdhë. Tani kjo është procedura e punës. Është nga receta tipike spanjolle, duke qenë se kuzhina spanjolle ka shumë llojshmëri mishrash, receta që lidhen me mishin, me peshkun, me perimet, dhe madje është një restorant që ka fituar vendin e parë në mos gaboj mes 50 kuzhinave më të mira botërore. Ndodhet në Spanjë ky restorant. Shiko, kuzhina spanjolle ka të famshme dhe paellat ato spanjolle, por ato duan enën e veçantë dhe duan një kohë shumë të gjatë. Nuk bëhet për minutazhin që kemi ne, por unë në katalogun e repertorit të kuzhinës spanjolle zgjodha këtë recetë që më duke përshtatshme dhe për ambisat dhe për një gatim që ne i përdorim qoftet në shtëpi, por kështu si kishim përdorur asnjëherë. Edhe mendosh që këto bajamet nuk duken fare se janë bajamet e këto qoftet, duken tamam si qoftet tona që bëjmë, qoftet tradicionale.
Duke shumë të bukura, imagjino dhe shia se do jetë këtyre, do zjenjë të ti. Patjetër, do zjenjë, prandaj unë ngjeshi çik bajamet që mos na shpërbën, mos na ikin. Është gati aty? Tja edhe ujnë tani gati, besoj është zbutur domati, Ja, është ta përbërë shohim pak, apo do t'i lëmë edhe pak minuta. Ja. Edhe 1 minutë e shtypim çik domaten kështu Ja, se me kurrizin e që ta ndihmojmë, t'japim. Po, mund të Ndim nga jashtë. mund të hedhësh ujin tani, hidhja ujin jo të gjithë. Sa kemi këtu? Hidhi fillimisht gjysmën e asaj. Mjaft mirë, mjaft. Lëri. Sa të filloj, vërja që ka pakun. Që të na shikojnë anë visa çfarë procesi do ndjekim ne. Dhe pastaj vazhdojmë përsëri. Këto mollët i nxjerrim nga furra? Mollët i nxjerrim Po, nga i furra dhe nxjerrim i kemi mollët nga pastaj furra. për të mbushur me orizi. Rikthehemi të nderuara anvisa, të dashura zonjat e shtëpisë, për t'ju serviru 2 recetat tona spanjolle. Salca besoj ka përfunduar për t'jedhur, është momenti i bizeleve. Bizelet, po. Siç e tha dhe zonja Vjosa, do të zihen së bashku dhe pastaj është momenti final për t'jedhur qoftet. Tani do të hedhim dhe qoftet me A do bajame. t'jedhim në të njëjtën kohë? Dhe do t'i mbulojmë në të njëjtën kohë. Dhe do t'i mbulojmë, do t'i lëmë që të valojnë për 15-20 minuta. Ja këtu. Hedhim qoftet. Dhe kam përshtypjen do jetë një kështu salcë trash bashkë me këto që kanë Patjetër, zier dhe lidhen ato të gjitha së bashku, nuk i trazojmë për momentin derisa ato të kapen, nuk do t'i japim në i trazim. Do t'i lëmë kështu. Dhe kam përshtypjen se uji që hedhim ka një rol shumë të rëndësishëm. Po i hodhëm ujin gradualisht. kemi hedhur gradualisht. Që të zjente dhe qepa dhe domate. Tani I duhet edhe për qoftet, kështu Po, që. tani duhet të zjenjë vetëm qoftet. Ja. Edhe bizelet bashkë me to. Patjetër dhe gjithçka do të jetë gati. Për momentin nuk japim asnjë trazim. I kisha llogaritur qoftet që të mbushej komplet kjo. Fiksi ke llogaritur për masën e tiganit. I lëm Edhe të këtu gjithë përbërit. që të zjejnë në zjarr mesatare. Hajti jedhim një Tani- sytyre mollëve se nuk e ke idenë se çfarë arome të mirë vinë. Si do t'i veprojmë? Kemi pjekur, pasi i lyem me verë, I kemi lyer me verë dhe me sherbet. edhe me sherbet. Por fillimisht kemi lyer tavën me me gjalpë. Tani vazhdojmë. Do t'i I mbushim me mollët me orizin që kemi përgatitur, me qumësht. me qumësh, po thuaj se është trashur, nuk është në masën e sultjashit. Thash që në 500 ml qumësh do të hedhim vetëm 125 gram oriz. Do të thotë që 2 filxhana e gjys kafeje. I mbulojmë mollët, rakjo, Nga e që është rregullojmë. pjekur. Nga që kemi lënë të piqet çik më shumë se ç'duhet për momentin, por e rregullojmë. S'ka problem. Ja. E rregullojmë në kapakun e vet. Tani mbushim edhe këto 2 tjerat, mbasi këto i kam mbushur, kam bërë gati, po. Po e lë më mirë bishti. Nuk ka, ato do të zbuten, do të thahen komplet derisa dhe orizi të filloj të zverdhet, por nuk është se do të bëhet diçka krokante për arsye se tuli mollës dhe zbutja që i bëjmë ne her pas here dhe her pas here do të hidhet këtu lëng, çfarë lëngu, verë dhe sherbetin që kemi. Ja, mjaft. E largojmë këtë. E mbulojmë mirë. Mbulojmë dhe tjetrën. Dhe Tani kjo çfarë emri, se sa të bukura që duken kështu në ekran, çfarë emri ka kjo, është si ëmbëlsirë? po, patjetër që është ëmbëlsirë, përderisa është e ëmbël, Kjo e konsumojmë që zvendçon pas ëmbëlsirën. Një lugë desha. I spërkasim përsëri me sherbet. Sherbeti është hapi parë fare që bëjmë ne në momentin që kemi vënë, po. Ti them janë visave edhe se si veprojmë.
letri pak këshus në fund. Që edhe e hedhim edhe në tavë pjesën që na mbetet. Do të hedhim edhe përsëri pak verë, prap, verë të bardhë. Ndikon edhe në aromën që vjen. Patjetër, në aromë. Jo verë të kuqe, po të bardhë. Dhe tani do t'i pudrosim. Përsëri një lugë fat më duhet. Do t'i pudrosim me sheqer pluhur dhe me kanellë. Ndërkohë, dhe kur ti servirim, po, aty vazhdon zjerja. Janë mbuluar shumë mirë, e ulim dhe pak fare temperaturën, këtu. Dhe vazhdojmë procesin tek mollet. Çfarë arome që vjen? Edhe kur ti servirim, mund t'i hedhim përsëri, por gjithmonë kur ato t'jenë ftohur. Tani le t'jenë të nxehta se unë dua që t'ma thithi molla këtë sheqerin pluhur dhe do t'i hedhim edhe kanellë. Ju e dini të gjithë që mollët me kanellë shkojnë në shumë. E the orizi me qumë është? Po, shkon. Tani do t'i vendosim përsëri në furrë, duke i parë her pas here dhe duke marrë nga lëngu që ka tava dhe duke i spërkatur përsëri nga sipër. E kuptova. I vendosim në furrë. Ja, një sekond i marrim. Dhe këtu kemi mbaruar komplet punën me ëmbëlsirën. Tani na mbetet vetëm t'i presim sa ato të piqen. Provojni se do të mbeteni të kënaqura. Këto thuaj se janë të gjitha gati, zonja Vjosa, në kuptimin Të gjitha janë gati, tani na duhet vetëm minutazhi për t'i pritur. Sigurisht që qofte duan kohën e tyre për t'u zjerë. Po, patjetër. Dhe ato janë gjysmë të gatshme, duan derisa të filloj të marrin një ngjyrë të verdhë, gjithmonë në temperaturën 200 gradë. Po. Zonja Vjosa, unë po përmend edhe një herë këto përbërësit e qofteve dhe derisa ato të kenë procesin e tyre të zjerjes, ju shpjegon dhe një herë anvisave, jashtë sa mirë kanë filluar dhe i fokusojmë në ekran. Ja shpjegon dhe njëra anvisave procedurën. Pra, qofte me bajame, 250 gram mish viçi i grirë, 150 gram mish deri i grirë, 60 gram proshut, 2 kokra qep, 2 kokra vez, 60 gram tul buke, 100 gram bajame, 1 kokër domate dhe 400 gram bizele. Ja te ke shihni dhe menun në ekran, shënojni përbërësit dhe gatuani bashkë me ne. Zonja Vjosa, shpejt e shpjegojmë dhe njërë procedurën. Nëse ajo përfundon, jo, do t'i kthejmë një çik qoftet. Po, do t'i kthejmë një çik qoftet. Nga ana tjetër të marrin dhe ato edhe pjesa sipër të marr. Patjetër. Thash derisa të mpiksen. Ja, i kthejmë një çik kështu. Po, e shpjegojmë edhe njërë procedurën duke qenë se jemi në patjetër. minutazhin. Atëherë, Fundit, fillimisht marrim 3 lloj mishrash. Kemi mish qingji, mish viçi, 200 gram. Kemi 160 gram mish deri dhe 60 gram proshut. I grim të gjitha së bashku, i bashkojmë 60 gram buk të thërmuar, 2 kokra vez, 1 kokër qep të vogël, sa për aromë, jo shumë qep, si që bëjmë në qofte tona, i mbledhim, i trazojmë të gjitha së bashku me krip, dhe pastaj, mbasi t'i bëjmë topsat, i kalojmë në bajame të grirë. Në tigan kemi vendosur një qep, sa e ka urdisim, me 1 kokër domate të madhe, sa po ajo të shpërbëhet, i hedhim 1 litër ujë, dhe në momentin që ato kanë zjerë dhe janë trashur pak, fillojmë dhe fillimisht hedhim bizelet, pastaj vendosim qoftet, dhe do t'i lëmë që të zjenjë për 20 minuta në temperaturë mesatare. Lumë të goja, zonja Vjosa. Tani, me qënë se jemi dhe në fund të minutazhit tonë, për t'ja treguar edhe njerë anvisave zonjave tona, unë them t'i nxjerrim kështu si që janë vetëm sa për t'i ekspozuar, dhe pastaj për minutazhin tonë i futim sërish derisa ato të përfundojmë. Po nxjerr tavën unë, ndërkohë këto qofte duan, natyrisht që duan kohën e tyre për t'u zjerë, unë i ktheva të gjitha nga ana tjetër. I nxjerrim kështu si që janë në tigan, mbasi kanë nevojë akoma thamë që të zjejnë. Ja të marrë një dras, me qënë se kjo është e nxehtë, këto kanë filluar faktikisht. Pa ato derisa të thahen, duhet të thahet molla, dhe kur ta shohim që ka filluar të zverdhet pak orizi brenda, atëherë janë të gatshme, do t'i ftohim, mund t'i pudrosni përsëri me një çik sheqer plur dhe kanellë, dhe t'i servirni.
Këto janë 2 recetat tona spanjolle, të cilat t'ju sollëm anvisave tona. Shpresoj t'i keni shënuar dhe t'i aplikoni në shtëpit tuaja. Ndërkohë, recetat e zonjës Vjollca si gjithmonë i lexoni në balkanu.com, gatuani në YouTube duke klikuar Këndi i Kuzhinës Vila 24, janë të gjitha videot e gatimit në këndin tonë të kuzhinës, dhe ju përshëndesim dhe ju falenderojmë që keni qëndruar edhe sot në këndin tonë të kuzhinës. Zonja Vjollca do të ritakohemi sërish nesër, por nesër patjetër. Premte. Drek pakollare, do t'i zbulojmë nesër 2 personazhe që do vinë të gatuajnë në këndin tonë të kuzhinës. Të falenderoj, të lumshin duart, përshëndetemi me të gjithë teleshikuesit. Mirupafshim.